Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të përcaktojë nëse ka konflikt interesi në rastin e tendereve pranë Ministrisë së Transformimit Digjital. Pas raportimeve në media, Komisioni kundër korrupsionit do të hetojë nëse ka konflikt interesi. LSDM-ja opozitare të hënën akuzoi ministrin Stefan Andonovski për konflikt interesi, nepotizëm dhe dyshime për korrupsion në lidhje me 2 prokurimet publike në vlerë prej 50.000 euro që ishin dhënë një kompanie në pronësi të bashortit të sekretarit shtetror në atë ministri. Ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski i hodhi poshtë pretendimet e opozitës. Goditja e rëndë për imazhin e shtetit e komentoi Aleanca për shqiptarët krau Zjadin Selës refuzimin e vizës amerikane që është bërë ministrit për politikë sociale, demografi dhe të rinj të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Limani. Ai tha se arsyetimi i ministrit është manipulimi i pastër ndërkohë që kërkoi dorëheqjen ose shkarkimin e tij. Qytetarët meritojnë një qeveri që nuk turpuron vendin ndërkombëtarisht. Partnerët tanë ndërkombëtar duhet ta dinë se ky skandal nuk përfaqëson shqiptarët dhe as vlerat euroatlantike që ne mbrojmë. Aleanca për shqiptarët do të këmbgul që ky turp të mos mbulohet, përgjegjësia duhet të jetë e qartë dhe menjëhershme, thon nga Aleanca për shqiptarët e Zjadin Selës. Ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari deklaroi se nuk do të lidhet kontratë me kompaninë nga Shqipëria që duhet të menaxhonte parkingun në qendrës klinike. Taravari tregoi se janë duke u shqyrtuar 2 mundësi për menaxhimin e parkimit. E para është që ndërmarrja publike e parkingu i qytetit të ndërtojë garazhe 2 kaçe dhe të menaxhojë, dhe e dyta është që ta bëjë shërbimi për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta në qendrën klinike, tha Arben Taravari. Mediat raportuar në javën e kaluar se operatori privat nga Shqipëria është e vetmja kompani që u përgjigj thirrjes për partneritet publik-privat. Nëse e fiton kontratën, do të jetë detyruar të investojë në garazhe shumë kaçe, do duhet të paguajë parkimin me 50 denar në vend të 30 denar për orë dhe në këmbim do të transferojë shtetit 1% nga të ardhurat vjetore. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron interpelancë ndaj gjykatësve në kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar nismë për interpelancë ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, deputeti Ilir Hasani njoftoi se nëse vazhdohet kështu, BDI do të parashtrojë interpelancë edhe ndaj gjykatësve në gjykatën kushtetuese. Nëse vazhdoni edhe më tutje me këtë formë shtypjes, do jemi të obliguar të bëjmë interpelancë për të gjithë ata të cilët janë zgjedhur në këtë parlament, edhe ato 365 ditë të vitit. Edhe jo më larg se do fillojmë nga gjykata kushtetuese. Edhe ato shumë shpejt do parashtrojmë interpelancë për gjykatësit e gjykatës kushtetuese të cilët këtu i kemi zgjedhur në këtë dhomë. Duke referuar vendimit që mund të ndikojë në përdorimin e gjuhës shqipe, Hasani tha se kushtetuesja po prek aty ku askush nuk guxon të prek. Ata po e prekin atë që është e paprekshme. Ata po e prekin aty ku kërkush zguxon me prek. Ata po e prekin një marrëveshje 25 vjeçare, e cila është e mediatuar prej ndërkombëtarëve dhe është e garantuar nga ndërkombëtarët. Dhe fal asaj marrëveshje që quhet marrëveshja e Ohrit, ne sot e kemi shtetin tonë. Tha deputeti Ilir Hasani, përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Koalicioni Vlen kritikon BDI mbi votimin e interpelancës për anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor dhe gjithaj grup që është ende në pozicionet e tij sipas Vlen e ka shkatruar besimin në drejtësi duke ulur atë në vetëm 2%. Sipas forcës bashkëqeverise, një nga gjyqtarët është i përfshirë në skandale si Target Fortesa, ndërsa miku i tij Enver Bexheti shpëtoi Sasho Mjalkovin dhe përfundoi në listën e zezë të SBA-s bashkë me Artan Grupin, thon nga koalicioni i qeverisës Vlen. Rajoni. Organizatët e Traktatit Atlantikut Verior pas përfundimit të vizitave të sekretarit përgjithshëm Mark Rutte në Sarajevo dhe më pas në Prishtinë, rikonfirmon angazhimin e saj për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vizitës së tij, Rutte theksoi se NATO mbetet e përkushtuar në mënyrë të palëkundur ndaj stabilitetit të këtij rajoni dhe ndaj sovranitetit, integritetit territorial dhe sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës. Në lidhje me zhvillimet në Kosovë, thuhet se NATO do vazhdojë të luajë rolin e saj në bashkërendim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, secili në rolin e tij si garantues i sigurisë, shtoi ai. Zgjidhja që çon në paqe afatgjatësh politike, NATO do vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, thuhet në reagimin zyrtar të Aleancës. NATO garanton praninë afatgjatë në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë një vizite zyrtare në Prishtinë në praninë të presidentes Vjosa Osmani deklaroi se dekadat e investimit në paqe e siguri nuk mund të lihen anash dhe se NATO-ja është i gatshëm që të përgjigjet çfarëdo sfide të sigurisë. Në konferencën përshtyp pas takimit me kreun e shtetit në Kosovë, Mark Rutte kërkoi që problemet të zgjidhen me diplomaci në vend të dhunës.
Rutenën vizoi se bashkëpunimi pritet nga të gjithë palët. Dekada të së zgjatura të ndefimit të paqes nuk mund të lihet anësh. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarë do lloji zhvillimi të sigurisë. Dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkëvendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Tarute pas takimit me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin, Prishtinë. Presidenti e Kosovës në pranimi të sekretarit përgjithshëm të NATO-s deklaroi se për rajonin është e rëndësishme të mos ketë vakum të sigurisë, i cili mund të shfrytëzohet nga ata që nuk e duan paqen dhe stabilitetin. Në konferencë për media, Vjosa Osmani tha se synimi i strategjisë për anëtarësimin e Kosovës në NATO nuk është vetëm një interes shtetëror, por dhe një domosdoshmëri strategjike për paqen në rajon dhe kontinentin evropian. Është me rëndësi që ky rajon mos të ketë vakume të sigurisë, sepse siç ka dëshmuar historia, shpesh herë ato vakume janë keq përdorur nga faktorë malign, të cilëve nuk ju intereson paqja, siguria, por vetëm kaosi dhe jo stabiliteti. Pjesë e takimeve me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s ishte dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës miraton lidhjen e marrëveshjes kornisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para kabinetit qeveritar këtë marrëveshje e ka prezantuar ministri i mbrojtjes Eyub Maqedonsi. Ai foli për rëndësinë që ka kjo marrëveshje, e cila më pas mori dhe miratimin e kabinetit qeveritar. Një hap i tillë i bashkëpunimit është marrë në përputhje me qëllimin e integrimit më të gjerë euroatlantik, trajnimet e kërcënimeve për sigurinë, gjithmonë duke mbështetur në partneritetin ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ta ministri i mbrojtjes Eyub Maqedonsi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmon se nga sot shtetasit e Kosovës në Gjermani nuk do të regjistrohen më si shtetas të Serbisë. Për këtë, kryeministri ka shprehur mirënjohje Ministrisë së Punëve të Jashtme. Andaj të nderuar bashkëdhëtar tonë në Gjermani, ju bëjmë thirrje që të verifikoni dhe nëse është nevojshme të korrigjoni regjistrimin e shtetësisë në dokumentet tuaja. Për çdo ndihmë ose informacion shtesë, kontaktoni ambasadën tonë në Berlin ose misionet konsulore në Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich ose Stuttgart. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi konfirmon bashkëpunimin qeverisës vetëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ai deklaroi se s'mund të flasë edhe në emër të minoriteteve të tjera jo serbe se me kë do të bëjnë koalicion. Është e padrejtë që në plas në emën të tyre, çka mund të ndaj sot këtu është që IRDK, subjekti politik ku unë kryetari i partisë, ka fituar një ulse në Kuvendin e Kosovës dhe vota e qytetarëve ka vendosur që të jenë lideri më i votuari nga komunitetet jo shumicë në Kosovë, të përfshi të gjitha komunitetet tjera jo serbe, kuptohet. Kështu që unë mund të flas vetëm për veten, po nga diskutimet që i kam edhe me kolegë e tjerë që janë edhe në qeveri partner të kësaj qeverisë Kurti 2, vullneti i gjithë atyre është që të jenë pjesë e qeverisë Kurti 3, e cila do të jetë në ardhje shumë shpejt. Ishte Elbert Krasniqi. Kosova nuk ka plan të bëjë shërbim të detyrueshëm ushtarak, por në vend të kësaj do të jepet mundësia që të gjithë qytetarëve vullnetarisht të kryejnë trajnime që të bëhen pjesë e sistemit të mbrojtjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kjo parashihet nga koncepti i mbrojtjes gjithëpërfshirëse të cilin qeveria e Kosovës e miratoi, e që sipas ministrit të mbrojtjes Eyub Maqedonsi është më i avancuar se sa sistemi i shërbimit të detyruar ushtarak. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë të ulë tensionet. Ky reagim i Brukselit vjen pas paralajmërimeve për një tubim të madh të Beograd, që planifikohet të mbahet më 15 mars, në të cilën autoritetet serbe parashohin që të ketë dhunë të madhe, teksa presidenti i shtetit ka paralajmëruar arrestime. Po ashtu Bashkimi Evropian tha se pjesëmarrja e qytetarëve luan rol kyç në zhvillimin e një shoqërie të shëndetshme dhe demokratike, duke përfshirë promovimin e transparencës dhe përgjegjësisë. Ditëve të fundit presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi disa herë se opozita do organizojë një dhunë të madhe më 15 mars dhe se të gjithë ata që do të marrin pjesë në të do të arrestohen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një nga takimet e radhës në Asamblenë e Kavajës dhe Vorës kërkoi vota për Partinë Socialiste si të vetmen forcë që sipas tij e çon Shqipërinë në ombrellën europiane. Na kanë thënë mbyllini negociatat në 2007, pra do të thotë bëni gjithë këto shtëpisë dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti.
Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato përgëzoi Shqipërinë për ecurinë e deri tanishme me hapa të shpejtë të sigurt, duke thënë se ka pasur progres dhe se Bashkimi Evropian e mbështet fuqishëm integrimin e vendit. Në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, ai ritheksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për të çelur të gjithë kapitujt deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, sipas tij, sfidë nuk është hapja e kapitujve, por përmbushja e reformave. Nuk ka më kohë për zvarritje dhe BE është e gatshme të bashkëpunojë dhe me Parlamentin për të shtyrë më tej punën. Parlamenti është angazhuar për të rritur transparencën, integritetin dhe aksesin e qytetarëve. Kuvendi luan rol më të përgjegjshëm për të promovuar debatin dhe konsensusin, deklaroi mes të tjerash ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato. Ministri e Shtetit dhe kryenegociatorja e Shqipërisë, Majlinda Dhuka, në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian pasi bërë një përmbledhje të punës për vitin 2024, nënvizoi përparimet në klimën dhe zhvillimin e biznesit dhe ecurinë drejt tregut të Bashkimit Evropian. Së fundmi është vendosur hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, një urë lidhëse dhe një hap i madh përpara në prioritetet e Shqipërisë, një afrim i rëndësishëm i rolit të Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor që kontribuon për paqen dhe progresin ndaj familjes europiane, tha mes të tjerash Dhuka. Ndërsa kryetari e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, shpreu shqetësimin për pengesat institucionale dhe politike që kanë bllokuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në deklaratë gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit, Tabaku theksoi se për muaj të tërë ky këshill është penguar të ushtrojë funksionin e tij për shkak të lëvizjeve të mazhorancës për të krijuar komisione paralele, duke dobësuar kështu institucionet demokratike. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.